Por fillimisht si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm, ku vjetre përgjithsisht një qetësi në këmbimin e monedhave kryesore ndërkombëtare. Megjithatë, ditën e djeshme dollari amerikan zgjeroi më tej fitimet përballë monedhave kryesore ndërkombëtare dhe kjo rritje e dollarit është efektuar edhe në tregun e brendshëm të këmbimit me lekun. Në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, dollari amerikan ka fituar edhe disa qindarka në raport me lekun për shkak forcimit monedhës së gjelbërt në tregje ndërkombëtare. Dhe sipas Iliria 98, dollari blihet me 86.2 dhe shitet me 87.3 lek, duke publikuar fitime si në blerje, ashtu edhe në shitje. Ndërkohë euro është e pandryshuar pra niveleve më të ulta historike, blihet me 97.8 dhe shitet me 98.5 lek. Në ditët e fundit dhe në javën e fundit kemi parë një tendencë në rënje të monedhës europiane, por ka qenë Banka e Shqipërisë e cila ka ndryrë në treg duke bler të tjera euro për të parandaluar një zhvlerësim të mëtejshëm të monedhës europiane, dhe ky sinjalizim në rënje për euron vjen në një kohë që pritet filloj sezoni turistik të jetë më i lartë fluksi i monedhës europiane si pasojë e numrit të lartë të turistëve. Duhet kujtuar që për gjatë vitit 2024, pikërisht për shkak të zhvlerësimit të euros, Banka e Shqipërisë ka bler plot 933 milion euro në tregun e brendshëm. Megjithatë, rënja, sikurse e kemi parë tashmë, ka qenë e konsiderueshme sepse euro edhe sot tregtohet pranë por poshtë nivelit të 100 lekëve, duke mos ja dalë ta thyej këtë nivel. Të njëjtën gjë Banka e Shqipërisë po bën edhe gjatë këtij viti, ende nuk është publikuar vlera e ndryrjeve të Bankës së Shqipërisë për gjatë 3 muajit të parë, por këto shifra do të publikohen në buletinin periodik i cili publikohet çdo 3 mujor. Në ecurinë e frangës, sërish kemi të bëjmë me një tendencë në rritje përballë monedhës sonë. Franga blihet me 104 dhe shitet me 105.1 lek. Paundi britanik gjithashtu është në rritje, blihet me 116.1 dhe shitet me 117.3 lek. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë blihet me 62.3 dhe shitet me 63.6 lek. Ndërkohë dollari australian blihet me 55.1 dhe shitet me 56.2 lek. Në ecurinë e jenit japonez, sërish kemi të bëjmë me tendencë në rënje, jeni blihet me 0.58 dhe shitet me 0.61 lek. Lira turke është rritur lehtë vetëm në blerje, ka fituar 2 qindarka në raport me lekun, kuotohet në 2.15 dhe shitet në nivelin e 2.3 lekëve. Dinari maqedonas blihet me 1.54 dhe shitet me 1.6 lek, edhe dinari ashtu sikurse disa monedha të tjera si jeni japonez, por edhe lira turke ndryshon shumë pak në raport me monedhën tonë. Dinari blihet me 1.54, shitet me 1.6 lek. Rubla ruse është rritur lek, blihet me 0.92 dhe shitet me 1.03 lek në rritje si në blerje, ashtu edhe në shitje. Dhe së fundmi juani kinez, gjithashtu ka një tendencë në rritje përballë monedhës sonë, blihet me 10.96 dhe shitet me 12.16 lek, duke publikuar fitime si në blerje, ashtu edhe në shitje. Pra përgjithsisht vjetrej një zhvlerësim i lekut përballë monedhave kryesore ndërkombëtare në sesionin e sotëm. Kjo ishte ecuria e tregut në tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare, dollari për të tretën ditë me radhë tenton të rifitoj pikë përballë shportës me 6 monedhat kryesore ndërkombëtare. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me vendosjen e tarifave, sepse në ditët e fundit, 9 martën, por gjithashtu edhe sot ka qenë pikërisht vendimi i Donald Trump për të mos aplikuar në datën 1 qershor tarifa 50% për produktet europiane, por për ta shtyrë këtë vendim në 9 korrik, ka qenë kjo arsyeja që ka mbështetur përgjithsisht dollarin amerikan, sepse investitorët shpresojnë gjerësisht që mund të ketë një marrëveshje midis dy rajoneve më të mëdha ekonomike, bëhet fjalë për një marrëveshje tregtare. Paundi ka humbur 0.2% vlerës përballë dollarit amerikan në mëngjesin e sotëm, ndërkohë publikon humbje për të tretin sesion me radhë. Për gjatë këtij viti, në anën tjetër, paundi britanik është rritur me rreth 7.7% në raport me dollarin amerikan. Ndërkohë edhe euro ka realizuar një performancë mjaft mirë përballë dollarit gjatë 2025-s, madje është monedha me performancën më të mirë, duke u rritur me rreth 9% në harkun e 5 muajve.
ndërsa sot euro ka rënë lehtë me 0,04% dhe këmbehet me 1,1324 dolar. Paundi britanik është në rënje me 0,04%, kwotohet në 1,3498 dolar amerikan paundi. Vjon qëndroi pra nivelit më të lartë në thuajse 4 vitet e fundit në raport me dolarin. Përballë frankës, dolari është në rënje me 0,12%, këmbehet me 0,8259 franga, dolari australian ka humbur 0,06% të vlerës, këmbehet me 0,6439 dolar amerikan. Në ecurin e dolarit kanades, kjo monedë është në rënje me 0,08% dhe këmbehet me 0,7235 dolar amerikan dhe përballë jenit dolari është në rënje me 0,12%, këmbehet me 144,14 jenë mesatarisht. Përsa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedave, vjet re një tendencë në rënje në sesionin e sotëm, sepse investitorët janë të fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me luftën tregtare ose vendosjen e tarifave mes ekonomive më të mëdha në botë. Në këtë mënyrë Bitcoin ka humbur rreth 3.000 dolar nga niveli më i lartë në histori për 112.000 dolarësh të regjistruar më herët gjatë këtij muaji. Aktualisht ka humbur 0,6% të vlerës, kwotohet në 108.969,05 dolar. Ethereum ka rënë me 1,08%, kwotohet në 2.620,31 dolar. Ripple në anën tjetër është në rënje me 1,54% të vlerës, kwotohet në 2.2945 dolar. Litecoin ka rënë me 1,3%, kwotohet në 95,67 dolar dhe Bitcoin Cash është rritur me 0,1%, kwotohet në 418,03 dolar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar, ndërsa në tregun e naftës benchmarkët kryesor publikuan humbje edhe për gjatë sesionit kaluar amerikan, ndërsa ditën e sotme kanë rifituar një pjesë të humbjeve të realizuara ditën e djeshme, që ishin në mbi 1%. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek takimi i 31 majit, ku 8 vende anëtare të OPEC Plus do të takohen një ditë përpara planifikimit, por njëkohësisht edhe një ditë përpara se të hyjë në fuqi vendimi për rritjen e prodhimit me 411.000 fuqi, duke nisur nga 1 qershori. Investitorët janë fokusuar edhe tek bisedimet në lidhje me programin bërthamor të Teheranit zyrtar, sepse po zhvillohen negociata me administratën amerikane dhe shpresat për një marrëveshje janë të mëdha. Brendi Londrës është rritur me 0,44%, kwotohet në 64,37 dolar. Nafta bruto amerikane ka fituar 0,51% të vlerës, tregtohet në 61,2 dolar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 0,47% dhe kwotohet në nivelin e 612,38 dolarëve për ton. Përsa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara, vjet re një tendencë në rritje të lehtë në sesionin e sotëm, por ditën e djeshme u vure sesioni i tretë me radhë në rënje, sepse vjet re një përmirësim i kërkesës investitorëve për asetet të sigurta dhe humori është përmirësuar disi pas vendimit të Donald Trump për të shtyrë vendimin për hyrjen në fuqi të tarifave 50% për Bashkimin Evropian. Aktualisht ari tregtohet në 3.309,8 dolar në rritje me 0,28%. Argjendi ka fituar 0,37% të vlerës, kwotohet në 33,44 dolar dhe platini realizon fitimet më të mëdha në përqindje me 1,11%, tregtohet në 1.091,3 dolar për onzë. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara do të presin edhe proces verbalin takimit fundit të rezervës federale për të mësuar më tepër detaje në lidhje me të ardhmen e politikave monetare, në një kohë që Donald Trump ka shtuar presionin ndaj rezervës federale dhe ndaj presidentit Jerome Powell për të ulur normat e interesit. Gjithashtu tregjet presin disa dhëna ekonomike që publikohen më vonë gjatë kësaj jave, si prodhimi brendshëm bruto në Shtetet e Bashkuara për 3 muajin e parë, por njëkohësisht edhe aplikimet për përfitimin e asistencës së papunësisë. Do të shohim edhe ecurinë e tregut të aksioneve,
ku bursat europiane po qëndrojnë në rritje të lehtë në sesionin e sotëm, vetëm indeksi zyriju CMI ka rënë me 0,27%, të gjitha indekset e tjera janë në rritje. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë fituar 0,21 dhe 0,3%, ndërsa CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos janë rritur me 0,24 dhe 0,69%. Tregjet janë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me korporatat, sepse përveç fitimeve 3 mujore, njëkohësisht Stellantis, kompania e prodhimit të automjeteve, ka njoftuar si shef për Amerikën e Veriut, Antonio Filosa, duke i dhënë fund muajve të gjatë të fushatës për gjetur një emër të ri.